Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me hudhër që heqë rrudhat për 7 ditë. Ja si ta përgatisni. Për gjatë viteve gratë preken nga procesi I plakes, prandaj dëshirojnë të heqin rrudhat për të dukur më të reja. Si rezultati I kësaj, ato shpenzojnë shumë para për trajtime të ndryshme dhe krem për fytyrë, dhe që në shumicën e rasteve nuk kanë efekt. Sidoqoftë, hudhra është një ilaç fantastik, ideal kundër rrudhave, jo vetëm që ju ndihmon ju të hiqni rrudhat, por hudhrat janë tepër të rëndësishme për shëndetin tuaj të përgjithshëm, pasi që janë antioksidant tepër I fuqishëm. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një lugë gjelle pluhur argjile të cilin mundet ta blini në farmaci, një hudhër dhe një lugë gjelle mjalt. Fillimisht e preni hudhrën dhe e grini imët, pas kësaj shtoni një lugë gjelle pluhur argjil dhe një lugë gjelle mjalt. I përzdini të gjithë përbërësit dhe produkti është I gatshëm për t'u aplikuar edhe në fytyrë. Sidoqoftë, duhet të siguroni që e keni pastruar mirë fytyrën para se ta vëni atë dhe pritni 20 minuta deri në 30 minuta para se të pastroni produktin. Kush janë shkaktarët e rrudhave dhe njollave? Edhe pse ka shumë faktorë të cilën ndikojnë jo në formimin e rrudhave dhe problemeve të tjera të fytyrës, disa nga ato janë ndryshimet hormonale, heqja e qimeve me lazer, shtatzania dhe kontraceptive të ndryshëm. Një nga ato është përdorimi I majdanozit I cili ka veti të panumërta në eliminimin e puçrave, akneve, irritimeve të ndryshme, por nuk ka benefite vetëm për fytyrën tuaj, por edhe për shëndetin tuaj në përgjithësi. Për shembull, mundet që të trajtojë diabetin, mos funksionimin e veshkave dhe gjithashtu është I rekomandueshëm për heqjen e temperaturës dhe etheve. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë me majdanoz të coptuar, një lugë gjelle me lëng limoni ose uthull molle, 200 ml ujë. Përgatitja: prisni gjethet e majdanozit shumë hollë dhe më pas vendoseni ato në një tenxhere të valuar për plot 15 minuta. Më pas lëreni të ftohet dhe kur të jetë ftohur, hidhni një lugë lëng limoni ose uthull molle këtë preferoni. Vendoseni në një enqelqi dhe mbajini në frigorifer. Si ta përdorni? Procedura është shumë e thjeshtë. Mundet ta përdorni njësoj si kur përdorni kremin tuaj hidratues, pra vendoseni në gishta në zonën problematike. Ky locion gjithashtu arrin të trajtojë çukat dhe zbardh fytyrën tuaj. Pas 30 ditësh përdorimi do të vini re ndryshime të mëdha. Rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohe kryesisht tek zona e syve, gojës dhe e qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi I tepërt I produkteve kozmetike, ndryshimi I kremrave dhe duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video, ju do të mësoni disa prej kurave më të mira natyrale kundër rrudhave. Vaji I arrës së kokosit. Me këtë vaj ju mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund të ta mbani vaj në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji I arrës së kokosit I jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe gjithashtu ai zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E ju mundet që t'i blini edhe në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë.
Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudha dhe ushqen me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzini një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në fytyrë dhe në qafë. Mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë ju duhet që ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj shkëlqimin rinor. E bardha e vezës. Rrihni të bardhat e një vezë dhe vendosini në lëkurë. Prisni sa të thajë dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës tendos lëkurën dhe zbeh rrudhat. Avokado. Tullin e avokados mund ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani atë në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë deri në 2 herë në javë. Avokado zbut rrudha dhe i jep lëkurës shëndet, gjallëri dhe gjithashtu shkëlqim. Aloe vera. Përzjeni një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Xheli i aloe verës është një burim i pasur i vitaminës C dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzjeni sasi të barabarta të mjaltit dhe lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për 10 minuta. Lëngu i limonit përmban vitaminë C dhe nxit formimin e kolagjenit i cili zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzjeni një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkojeni lëkurën me lëvizje rrethore për disa minuta ose aplikojeni atë si një maskë dhe mbajini në fytyrë për 10 minuta. Soda e bukës heqë gjithashtu qelizat e vdekura dhe nga ana tjetër përmirëson qarkullimin e gjakut. Kur jemi në 25 vjeç ne nuk shqetësohemi fare për rrudhat, por jemi vetëm në kërkim të recetave të bukurisë për një lëkurë të pastër apo shkëlqim. Por në momentin që ne na dalin rrudhat e para fillojmë dhe të alarmohemi. Ndaj me këtë recetë ju jo vetëm që mund të parandaloni, por edhe mund të kuroni rrudhat tuaja. Përbërësit janë 2 lugë sheqer, 1 lugë aloe vera dhe 1 lugë mjalt. Të 3 këta përbërës kanë fuqi luftuese ndaj rrudhave, por kryesori për këtë është sheqeri i cili është një aleat i bukurisë femërore. Përgatitja e kësaj recete është shumë e thjeshtë, mjafton që ju t'i përzjeni këta përbërës dhe përhapeni mirë dhe kështu juve do t'ju formohet një masë homogjene. Vendoseni atë në fytyrë dhe përhapeni mirë. Pasi e keni aplikuar, siguroni që do e mbani për 10 deri në 15 minuta. Dhe në fund, vjen në larje me solucionin tuaj të përditshëm, ndërsa shpëlarjen e fundit bëheni me ujë të ftohtë ose të vakët. Gjithashtu gjithmonë tregoni të kujdesshëm që të lani fytyrën pothuajse çdo ditë, të paktën 2 herë në ditë në mëngjes kur zgjoni dhe para se të flini, në mënyrë që lëkura juaj të mbetet e pastër nga mikrobet dhe të keni freskinë e duhur. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku, para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Joftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Gjithmonë këshilloni me mjekun tuaj para përdorimit të këtyre recetave alternative.